Zoti Merkoçi, Elisa Spiropali ka bërë një status ku denoncon në një farë mënyrë kërcënime dhe presione ndaj saj në mënyrë që të hesht. Ju si e keni parë, çfarë do të thotë ky status? A është kërcënuar vërtet Elisa Spiropali që të hesht, ku ajo përmend se është sulmuar edhe tek familjarët? Që mund t'jetë vërtet nuk as gjë të keqe, por nuk është ky thelbi i problemit, se pash edhe statusin të Spiropalit, e cila deklaronte se kjo nuk është Partia Socialiste, pavarësisht nga kërcënimet, unë do vazhdoj, do flas, do bëj. Kjo tregon atë përplasjen që ka tashmë brenda Partisë Socialiste, ajo që kemi diskutuar kohë më parë, ku kam thënë që përplasjet brenda Partisë Socialiste do jetë më e ashpër dhe më e keqe se sa ajo çfarë ka ndodhur deri tani tek Partia Demokratike. Por Elisa Spiropali ka një problem me veten dhe me të tjerat. Me veten për një arsye të thjeshtë, sepse e ka personale, e ka inatçore, e ka një përplasje jo në parime, por çështje private të themi. Ndërsa me të tjerët pastaj ka atë detyrimin ka shi partisë saj, e cila e bëri deri në elitet në poste më të mëdha, domethënë të vendit, duke e bërë dhe ministre të jashtme. Kështu që ka ca detyrime për të shpjeguar Elisa Spiropali. Por ajo që është më thelbësorja është sepse Elisa Spiropali ka informacion, nuk mund të them se nuk ka informacion, dhe ajo që kanë deklaruar nga kohë që Porti i Durrësit do e haj kokën të gjithë, dhe duke qenë drejtoresha e Portit të Durrësit, ai e di edhe mënyrën edhe formën se si u transferu ky port për portiatesh, ka informacione se ka qenë në kuvendin e Shqipërisë, gjithashtu edhe ministre e jashtme. Kur kam deklaruar para një jave apo 5 ditësh, kam bërë një shkrim ku kam thënë që dosja po lëviz në Amerikë, jo vetëm për Megoni Galin apo për Sinaloan, por janë çështje të cilat kanë prekur thellësisht interesat e NATO-s edhe të Amerikës, por jo pa anashkaluar edhe Bashkimin Evropian. Kështu që Elisa është e mirë informuar në këtë situatë, kështu që është themi ajo hapja të kutinë e Pandorës, duke qenë se ka kaq vjet në Partinë Socialiste dhe pranë Ramës, të hapja të kutinë e Pandorës se ka detyrim ka shi partisë dhe antarësisë partisë, por gjithsesi është luftë brenda klaneve të vetë Partisë Socialiste, pasi nëse do ta dëgjoni edhe Ramën, tashmë nuk përmend më fjalën rilindje, por thot Partia Socialiste, pra e hoq atë pjesën e rilindjes, është kthyer rishas tek Partia Socialiste. Dhe kjo bën atë përplasje e grupazheve që është brenda kësaj partie. Është ai grupimi i themi strikt, ata që kanë ata ide të tyre si Parti Socialiste, dhe kjo pjesa e Ramës, e cila është një pjesë, domethënë që nuk pyet shumë për partinë, ata kanë hallin gjithë tek pushteti dhe tek paraja, nuk kanë asnjë informacioni për sa i përket lidhjes që mund të ketë pushteti me partinë. Ata thonë jemi pushtet, të bëjmë korrupsion, të vjedhim, bëjmë dhe kaq. Nuk i intereson absolutisht asgjë. Mirë, po Elisa ka dhe pikërisht këtu ka goditur Elisa, nëse do e shifni në atë statun e saj, që ajo thotë kjo nuk është Partia Socialiste. Po, madje ajo shkruan se po më këshillojnë të hesht me të njëjtën mënyrë që përdoret në këto raste, rri rehat, mos bëj zë, do të vërsulen, nuk ja del dot. Kush po e kërcënon, kush po i bën presion në këtë rast vetë Elisa Spiropalit? Në këtë rast presioni është i Ramës njerë, nuk diskutohet, sepse hapja gojës e Elisës apo deklarimi i Elisës është si puna Benamete, që pasi u hoq u bë, filloi edhe nxorri ato qa dinte të themi, apo qa ishin bërë, apo qa kishte bërë dhe vetë ai, pavarësisht se Benamete në intervistën e tij e nxjerr veten sikur është i kulluar i lar, por nxorri të gjithë faktet, dhe këto janë ata faktet inatçore, themi, që këta nxjerrin tek njëri tjetrin, por Elisa, duke qenë më tepër në vazhdimsinë e të gjithë korrupsionet që është bërë në Shqipëri, thash duke pasur dhe pozicione kyçe,
Atëherë Elisa Spiropali deklaron dhe thotë që më kërcënojnë këtë ka si paraprit përsa ose një farë denoncimi që i bën Ramës në distancë, sepse nëse do të ishte korrekte, do të kishte nxjerrë edhe personat se kush e ka kërcënuar, nuk është kaq e thjeshtë. Ajo do të tregonte se kush e ka kërcënuar. Por thash, ajo ka kapur atë, dikush e ka mësuar, se Elisa vet nuk arrin ta kuptojë atë, por dikush e ka mësuar për të përdorur fjalën në top fjalëshin Partia Socialiste. Çka do të thotë që kërkon që të preki atë pjesë të antarësisë e cila beson tek Partia Socialiste dhe jo te rilindja e Ramës, apo ka një distancim nëpërmjet Ramës edhe partisë. Dhe kjo është bërë e qartë edhe në sondazhet brenda Partisë Socialiste, ku Rama del me 36%. Mos gabofsha. Të pëlqimit të tij si kryeminist dhe si kryetar partie. Çka do të thotë që brenda partisë ka pak nëjsi të mëdha, dhe pikërisht thash përdorja e këtij top fjalësh nga Elisa nuk është Elisa. Për shembull, supozojmë për mendimin tim është dy janë figurat të cilat kanë ndikim më shumë në Partinë Socialiste, është Gramoz Ruçi dhe Fatmir Xhafa. Pra ideatorët apo përgatitësit e këtij statusit, që ai nuk është statusi i Elisës, të jeni të bindur për këtë. Por thash më tepër ke Fatmir Xhafa, që ka dhe ai konfliktet me Ramën, herë të hapura dhe herë të mbyllura, dhe atë që kam deklaruar që brenda Partisë Socialiste ka një kakofoni të madhe dhe nuk po din më se kush i drejton dhe kush ka vijshmërinë e partisë, por si zakonisht ata pastaj bëhen edhe bashkë, kuptojmë drejt që nuk janë aq naiv sa të shkatrojnë partinë. Por ky konflikt brenda partisë do shohim se do dalë edhe një grupim tjetër pastaj mbi Elisën, themi, sepse tashmë Rama dihet që është se edhe grupimi, mos kujtoni që grupimi i Belinda Ballukut është me Ramën, në të kuptojmë drejt. Se edhe këtu kemi një grupim tjetër, pra ne them do dalë një grupim tjetër, se mos harrojmë asnjëherë ajo që kam deklaruar qysh në fillim, që kam thënë kur u mor kjo Belinda, u mor e pandehur, thash që Rama nuk e shkarkon dot dhe Belinda nuk jep dorëheqjen, dhe u vërtetua katërcifrisht që Rama nuk ka fuqi mbi Belinda, pra është një grupim tjetër. Ky grupim nuk është se është vetëm brenda partisë, ky grupim është edhe jashtë partisë. Ndërsa Rama grupimin e tij e ka totalisht jashtë partisë. Pra Rama merret me drogën, me korrupsionin, me kërcënimin, me çdo gjë të cilat nuk kanë lidhje me Partinë Socialiste. A ka një grup që po strukturohet, duke mbetur pikërisht te kjo pjesë e grupeve, a ka një grup që po strukturohet brenda Partisë Socialiste, por edhe jashtë saj, sa i përket elementëve që kanë bazën e tyre tek Partia Socialiste, sepse përmendim këtu një nga socialistët e vjetra si Ermelinda Meksi ka sjellë një shembull personal të saj në rastin e të birit i cili kishte tentuar që të bashkëpunonte me Akshin, dhe më pas të gjithë e dimë se si përfundoi historia e Akshit, pra që doli në një rast korrupsioni, dhe ajo e ka shprehur në një farë mënyre, qoftë indirekte, mënyrën se si po qeveriset Rama dhe mënyrën se si qeveria po shkon skandal pas skandali. Në këtë rast, a ka një grupim që po strukturohet për të shkuar në një moment final për të goditur hapur më pas Edi Ramën? Pikërisht tek kjo më duket se po shpjegoj dhe po rithem edhe një herë, qoftë edhe për dëgjuesit ta kuptojnë mirë. Tok fjalëshi i përdorur nga Elisa Spiropali, që kjo nuk është Partia Socialiste. Ajo i drejtohet Ramës direkt, duke deklaruar që pra ky drejtim qoftë i partisë dhe qoftë i qeverisjes nuk është Partia Socialiste. Pra tregon se ka një grupim tjetër brenda, dhe ky grupim është grupimi i Fatmir Xhafës, i drejtuar nga Fatmir Xhafa, apo dhe nga Gramoz Ruçi, pavarësisht se Gramoz Ruçi nuk del në skenë. Po mos harrojmë se është një nga komanduesit apo njohësit më të mirë të elektoratit të Partisë Socialiste, të cilën e ka komanduar gjatë gjithë kohës. Edhe kur Rama ka ardhur në krye të
të Partisë Socialiste, mos harrojmë pavarësisht nga pazaret që bëri me Nanon, por kryesori dhe ndërmjetësi i të dyve ka qenë Garmaz Ruçi. Kështu që nuk duhet anashkaluar në asnjë moment kjo, por ajo që bie që bie në sy, bie se po të shifni në të gjithë tokë fjalshin e saj, Elisa Spiropali nuk e ka përdorur ndonjëherë këtë tokë fjalsh. Pra kjo është për një thirrje që i bëhet antarësisë Partisë Socialiste apo atyre socialistëve të cilët janë të zhgënjur nga Rama, qoftë në ndërtimin e partisë, qoftë në qeverisjen e vendit, që të gjithë e shohin për shembull, dhe ata nuk e mbutallejnë, pak a shumë e shohin se si ka shku situata dhe sa i pakënaqur është populli, apo politika që Rama po bën. Mos harrojmë se Rama po bën politika antikombëtare, të cilat bien ndesh apo bien në sy apo rëndojnë mbi vetë antarësinë e Partisë Socialiste, se nesër do dalin në fushat. Supozojmë vajtja në Itali, thirrja nga Meloni sot, Ramës, ulja në gjunjë e Melon, para Melonit, por Rama mos harroni se Rama në Itali është thirrur pikërisht për të ngritur kampe refugjatësh në Shqipëri. Mirë, po kjo nuk i konvergon shumë edhe vetë Partisë Socialiste në këtë pikë. Kështu që ka një përplasje. Mirë, po kam parë tashmë ashtu si drejton qeveri që nuk pyet njeri, ai absolutisht nuk drejton dhe partinë pa pyetur asnjë. A ka përgjegjësi qoftë Elisa apo të gjithë ata të tjerë të cilët janë brenda asaj partie, patjetër që kanë përgjegjësi, sepse duhet kishim folur para se të bëhej gjëja. Dhe prandaj them, Elisa e ka inatçore, deklarim inatçor, por në këtë inat tashmë, si themi që ajo lloj antarësia apo ai lloj grupazhi duhet përfitoj apo do përfitoj për një përplasje më të madhe apo direkte tashmë ndërmjet të Ramës dhe dy grupimeve tjera. Se mos harrojmë se është edhe grupimi tash i Ballukut, i cili është brenda Partisë Socialiste, një pjesë, dhe do ketë një përplasje ndërmjet Ballukut dhe Elisës. Për të qenë bindur që do ketë edhe një përplasje të tillë, ashtu si do ketë përplasje nesër, do ketë edhe një përplasje ndërmjet Ballukut edhe Ramës.